Një numër gjithnjë e më i madh shqiptarësh po bëhen qytetar me të drejta të plota në vendet e Bashkimit Evropian, duke reflektuar vazhdimin e emigracionit nga Shqipëria. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë vitit 2024, rreth 48.000 shtetas shqiptar përfituan shtetësi në një nga vendet e BE-s, një rritje e ndjeshme krahasuar me një vit më parë. Ky trend tregon se shumë emigrantë jo vetëm largohen, por po vendosen përfundimisht jashtë vendit. Në një periudhë më të gjatë kohore, shifrat bëhen edhe më domethënëse, që nga viti 2010, mbi 600.000 shqiptar kanë marrë shtetësi europiane. Kjo lidhet drejt për drejt me tkurrjen e popullsisë në Shqipëri, e cila në dekadën e fundit ka pësuar rënje të ndjeshme, si pasojë e emigracionit dhe uljes së lindshmërisë. Fenomeni po ndikon në strukturën demografike të vendit, duke reduktuar numrin e popullsisë aktive dhe duke rritur sfidat ekonomike e sociale. Ndër vendet kryesore që u japin shtetësi shqiptarëve mbetet Italia, e ndjekur nga Greqia, ndërsa vitet e fundit po rritet edhe roli i Gjermanisë si destinacion përfundimtar. Këto zhvillime tregojnë se emigracioni shqiptar po hyn në një fazë të re, ku integrimi dhe marrja e shtetësisë në vendet pritëse po bëhet gjithnjë e më e zakonshme.